Përshëndetje të nderuar televizionistë të televizionit kombëtar Klan, mirë se vini në emisionin e përjavshëm Pro Business me fokus sipërmarrjet dhe ekonominë. Teksa bota po ecën me hapa mjaft të shpejt në rrugën drejt digitalizimit, Shqipëria po bën hapa konkret për të gjendur në kohë sa i takon transformimeve financiare. Një nga objektivat e Bankës Qendrore, por edhe institucioneve të tjera është eliminimi i paras kesh në ekonomi dhe kanalizimi drejt pagesave elektronike. Nuk është thjesht një mision për modernizim, por një domosdoshmëri për transparencë dhe gjurmëshmëri në ekonominë shqiptare. Në fakt, gjatë sezonit turistik vërehet një përdorim edhe më i lartë i pagesave në mënyrë elektronike për shkak të ardhes së turistëve. Por ku jemi sot me shifrat në tërësi, sa gati janë qytetarët shqiptar për të eliminuar keshin dhe për të bërë pagesa elektronike? Sa gati janë bizneset në të gjitha anët e Shqipërisë dhe konkretisht cilat janë përfitimet që ju keni? Ndjekim më parë materialin e përgatitur nga gazetari Maksi Rama dhe rikthehemi në studio. Pagesat me karta bankare regjistruan përsëri një rritje të fortë vitin e kaluar sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë dhe preken vlerat më të larta historike si në numër ashtu edhe në vlerë transaksionesh. Një tendencë e tillë ka vijuar edhe gjatë këtij viti, ku në 3 mujorin e parë rezulton të jenë kryer 228 milion lek pagesa përmes terminaleve POS nga 175 milion që ishin një vit më parë. Sipas statistikave zyrtare të Bankës së Shqipërisë, karta është përdorur 5.8 milion herë nga shqiptarët për të bërë blerje në dyqane, markete apo për të kryer pagesa në përbare dhe biznese të tjera. Numri kartave që zotrojnë qytetarët shqiptar rezulton të jetë mbi 1.5 milion, ndërsa vetëm në muajt e parë të këtij viti, bankat e nivelit të dytë lëshuan mbi 33.000 karta të reja. Referuar të dhënave të Bankës Qendrore, të ndara sipas kategorive, kartat e debitit vijojnë të jenë më të preferuarat nga shqiptarët, ndërsa ato të kreditit përbëjnë vetëm 8% të kartave me funksion pagese në Shqipëri. Një faktor që po nxit rritjen e pagesave me kartë është zgjerimi i bazës së bizneseve që pranojnë pagesa të tilla dhe besohet se sektori i turizmit i ka dhënë një shtysë të konsiderueshme këtyre pagesave. Gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2025 janë instaluar 709 terminale të reja POS nga bizneset. Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë një rritje me 2.9% të këtyre terminaleve në krahasim me 2024-ën, duke quar kështu në 25.190 numrin total të terminaleve POS në vendin tonë. Ndërkohë, në vitin 2026 pritet të nisë edhe zbatimi i sistemit të pagesave të shpejta, i cili do t'i jap mundësi qytetarëve të kryejnë pagesat në dyqane përmes skanimit të një kodi QR në telefon.